Përshëndetje miq. Sot do t'ju tregojmë një histori të ndjerë, por edhe shumë të diskutueshme në shoqërinë tonë, një histori dashurie, përgjegjësie dhe paragjykimi. Është historia e një burri që, pas humbjes së gruas së tij, vendosi të bënte një hap që shumë e quajtën të ndaluar. Ai kërkoi të martohej me motrën e saj, për të kujdesur për fëmijët që mbeten jetim dhe për të ruajtur lidhjen e familjes. Por ky vendim, që për të ishte një akt dashurie dhe sakrifice, për shoqërinë dhe familjen u pasi mëkat dhe tradhti ndaj kujtimit të së ndjerës. Çfarë e shtyu vërtet këtë burr të merrte një vendim kaq të guximshëm? A ishte dashuri e vërtet, ndjenja e përgjegjësisë, apo një dëshirë për të mos e ndarë kur familjen që kishte ndërtuar? Le ta zbulojmë bashkë këtë histori prekse që sfidon zakonet dhe tabut shqiptare. Pas vdekjes së gruas së tij, shtëpia e Arbenit u kthye në një heshtje të zymt. Çdo cep mbante erën dhe kujtimin e saj. Karrigia ku ulej për të qepur, filxhani që e linte gjithmonë mbi tavolinë, aroma e kafes që i pëlqente. Tani, gjithçka ishte bosh. Dy fëmijët e vegjël, Elira dhe Dori, e pyesnin çdo natë se kur do të kthehej mamaja, dhe Arbeni s'dinte ç'tu thoshte. Zemra i thyhej çdo herë që i shihte të flinin me lot në sy. Ai ndjehej i pafuqishëm, i vetmuar dhe i friksuar nga e ardhmja. Në këtë periudhë të vështirë, ndihma më e madhe vinte nga motra e gruas, Arta. Ajo vinte çdo ditë, gatuante, kujdesej për fëmijët, i ngushëllonte, i përqafonte si të ishin të saj. Arta kishte qenë gjithmonë e afërt me motrën dhe fëmijët, por tani lidhja u bë edhe më e fortë. Arbeni filloi ta shihte ndryshe, jo si kunat, por si një grua të ndjeshme, të kujdesshme, që dinte t'u jepte dashuri atyre që kishin mbetur pa nënë. Fëmijët u lidhen shumë me të dhe i quanin teta Arta, por ngadalë filluan ta shihnin si një figurë amësore. Një mbrëmje, teksa ishin ulur në verandë dhe shikonin fëmijët duke luajtur, Arbeni ja shprehu mendimin. Arta, nuk e di si ta them, por ndjej që vetëm ti mund të mbash këtë familje bashkë. Fëmijët të duan, unë të respektoj, dhe ndoshta kështu do t'u japim atyre një jetë të plotë. Arta u trondit. Nuk e priste. E donte shumë motrën e ndjerë dhe mendimi për të martuar me burrin e saj i duke i papranueshëm. Por njëkohësisht e dinte se fëmijët kishin nevojë për dashuri e kujdes, dhe zemra e saj nuk e lejonte të linte vetëm. Pas asaj nate, Arta nuk fjeti gjumë. Zemra i rrihte fort dhe mendimet i përziheshin mes dashurisë, dhimbjes dhe fajit. E dinte që njerëzit do ta gjykonin, e ndoshta me të drejtë. Si mund të martohesh me burrin e motrës tënde? Do të thoshin, por çdo herë që shihte Elirën dhe Dorin duke qarë për mungesën e nënës, ndjente një thirrje të brendshme, një instinkt amësor që i thoshte: këta fëmijë kanë nevojë për ty. Dhe në heshtje, Arta filloi ta ndjente se dashuria nuk vjen gjithmonë në mënyrën që shoqëria pranon. Ndonjëherë, ajo lind nga dhimbja dhe përgjegjësia. Kur Arbeni i propozoi më në fund hapur, duke i kërkuar që të bëheshin bashkë për të ndërtuar një shtëpi për fëmijët, Arta pranoi me lot në sy. Nuk ishte një po romantike, por një po që vinte nga zemra e një gruaje që donte të mbante një familje në këmbë. Por lajmi nuk u prit mirë. E para që shpërtheu ishte nëna e tyre. Tur, si guxon? Ai është burri i motrës tënde. Çfarë do të thonë njerëzit? Klithi ajo me zë të lartë, ndërsa Arta qëndronte e heshtur, me syt plot lot. Nuk po bëj asgjë për turp, nën, tha ajo më në fund. Po kujdesem për fëmijët e motrës sime, për niprit e tu. Por askush nuk donte ta dëgjonte. Fjalët u përhapën shpejt në fshat. Njerëzit filluan të flisnin pas shpinës, disa me përçmim, disa me kureshtje, të tjerë me mëshirë. Arbeni ndjeu peshën e çdo shikimi, çdo përshpëritjeje. Por ai qëndroi i palëkundur. Askush nuk di çfarë kemi përjetuar, u tha një ditë familjarëve. Askush nuk e di çfarë është të zgjohesh çdo mëngjes me dy fëmijë që kërkojnë nënën. Arta është shpëtimi i ynë. Edhe pse shoqëria i gjykonte, shtëpia e tyre filloi të mbushej sërish me jetë. Arta u bë nën e përkushtuar, fëmijët qeshnin sërish, dhe për herë të parë pas shumë muajsh, Arbeni ndjeu se ndoshta jeta mund të vazhdonte, edhe pas dhimbjes. Por, megjithse në zemrën e tyre po lulëzonte një qetësi e re, jeta jashtë shtëpisë u bë gjithnjë më e vështirë. Në treg, gratë filluan të ndalonin së përshëndeturi Artën. Në kishë, disa u largoheshin në heshtje, duke i parë me sy të ftohtë. Ka shumë burra në botë, dëgjoi një ditë dik duke përshpëritur pas shpine, po ajo zgjodhi të shkojë me burrin e motrës së vet. Arta uli kokën, por në sytë e saj nuk kishte turp, vetëm dhimbje. Nuk kishte bërë asgjë për interes apo dëshirë, por për dashuri, një dashuri që shoqëria nuk donte ta kuptonte. Edhe familja e Arbenit nuk e pranoi menjëherë. Motra e tij më e madhe,
një grua konservatore, i tha hapur. Ti po njollos kujtimin e gruas tënde. Po martohesh me motrën e saj. Si do t'i shohësh njerëzit në sy? Arbeni u ngrit në këmbë, i lodhur nga fjalët dhe paragjykimet. Unë e dua kujtimin e saj, tha ai me zë të dridhur, por fëmijët kanë nevojë për nën, jo për gjykim. Arta nuk po më zëvendëson gruan, ajo po shpëton familjen tonë. Ai e dinte se kurrë s'do ta harronte dashurinë e parë, por po mësonte ta donte sërish ndryshe, më thellë, më me përgjegjësi. Vendimi për të martuar u mor me slotësh, jo me zgëzimit që shoqëron zakonisht një dasëm. Ceremonia u bë thjesht, në heshtje, me pak njerëz të pranishëm, disa kushërinj që e kuptonin sakrificën, dhe prifti që pranoi ta bekonte martesën si një akt dashurie dhe mëshire. Arta veshi një fustan të thjesht dhe mbajti në duar një tufë me lule të bardha, simbol i pastërtisë dhe qëllimeve të mira. Kur fëmijët ju hodhën në përqafim, duke e quajtur mami, sytë e saj u mbushën me lotë. Në atë moment, ajo e dinte se kishte zgjedhur rrugën e vështirë, por të drejtë, dhe pavarësisht paragjykimeve, ajo ndjeu se po bënte gjën më njerëzore që mund të bënte një grua. Ditët që pasuan martesën nuk ishin të lehta. Në fillim, çdo mëngjes e çdo mbrëmje Arta ndjente një peshë në shpirt, si një hije që e ndiqte kudo. Nuk ishte pendes, por dhimbje. Dhimbje për motrën e ndjer, për zërin e saj që ende i kumbonte në kujtesë, për ëndrat që kishin ndarë bashkë si vajza, pa e ditur se fati do t'i përplaste në një histori kaq të ndërlikuar. Megjithatë, çdo herë që fëmijët i hidhnin në qafë, ajo e ndjente që po bënte gjën e duhur. Dashuria që ata i jepnin pa kushte, e shëronte pak nga pak. Edhe Arbeni, me gjithë plagët në zemër, filloi të ndjente një qetësi të re. Ndoshta jo gëzim, por mirënjohje se kishte dik pranë që i mbante familjen gjallë. Koha kaloi dhe ngadalë, njerëzit filluan të ndryshonin. Fqinjtë që dikur i përshpërisnin pas shpine, tashmë shihnin Artën çdo ditë duke i çuar fëmijët në shkollë, duke i ndihmuar me detyrat, duke u kujdesur për shtëpinë. Pan që ajo nuk ishte një grua që kërkonte përfitim, por një shpirt i butë që kishte zgjedhur rrugën më të vështirë për dashurinë e vërtetë. Në një dasëm familjare, një kushëri i afërt ju afrua Arbenit dhe i tha: "Në fillim menduam keq, por sot e kuptojmë. Kjo që ke bërë s'është mëkat, është sakrificë." Fjalët e tij i sollën Arbenit një ndjesë lehtësimi që se kishte provuar prej kohësh. Vitet kaluan, Elira dhe Dori u rritën me dashuri, respekt dhe ndjenjën e fortë të familjes. Ata nuk e haruan kurrë nënën e tyre të parë, por mësuan se dashuria mund të vijë në shumë forma. Arta u bë për ta një nënë e vërtetë, një grua që sakrifikoi gjithçka për ta mbajtur shtëpinë bashkë. Në një mbrëmje, teksa po shikonin albumin e vjetër të familjes, Elira i tha: "Mami Arta, faleminderit që nuk na le vetëm." Ajo fjalë ishte bekimi më i madh. Arta e mbylli albumin me lotë në sy dhe një buzëqeshje të qetë. Ajo e dinte, pavarësisht gjithçkaje që kishin kaluar, dashuria kishte fituar mbi paragjykimin. Dhe kjo ishte fitoria më e madhe e jetës së saj. Në vitet që pasuan, jeta e Arbenit dhe Artës mori një ritëm të qetë, pa shkëlqime, por plot me ngrohtësi. Ata nuk u martuan për pasion apo ëndra romantike, por për përgjegjësi dhe dashuri njerëzore. Megjithatë, me kalimin e kohës, mes tyre lindi një lidhje thellë shpirtërore, një dashuri e butë dhe e matur, që nuk kishte nevojë për fjalë të mëdha, por shprehej në gjeste të vogla. Një darkë e përgatitur me kujdes, një shikim mirëkuptimi, një prekje që thoshte më shumë se çdo fjalë. Ata e ndjenin se nuk kishin ndërtuar një histori perfekte, por një jetë të vërtetë, ku dhimbja dhe dashuria bashkëtonin si dy anë të së njëjtës monedhe. Fëmijët u rritën dhe u bën njerëz të mirë, të ndershëm dhe të dashur. Ata e ruajtën kujtimin e nënës së parë me respekt, por dashurinë për Artën e mbanin si një borxh zemre. Kur Elira u martua, në fjalimin e saj, ajo tha me lotë në sy: "Kam pasur dy nëna në këtë jetë. Njëra më dha jetën, tjetra ma mësoi se çfarë është dashuria e vërtetë." Ato fjalë tronditën çdo zemër në sallë. Edhe ata që dikur i kishin gjykuar, tani e kuptuan se historia e Arbenit dhe Artës nuk ishte një turp, por një dëshmi e gjallë se dashuria merr shumë forma, dhe se ndonjëherë më e pastra është ajo që lind nga sakrifica. Në mbrëmjet e qeta të pleqërisë, Arbeni dhe Arta uleshin në verandë, ndërsa fëmijët e tyre tashmë të rritur sillnin niprit për t'i përqafuar. Ai shtrëngonte dorën dhe i thoshte: "Në fillim, mendova se humba gjithçka, por ti më tregove se jeta mund të rifillojë edhe pas dhimbjes më të madhe." Arta buzëqeshte, me sytë e mbushur me dritë. Ajo e dinte se nuk kishte bërë një zgjedhje të lehtë, por një zgjedhje të drejtë. Historia e tyre mbeti një shembull i rrallë, një kujtesë se dashuria e vërtetë nuk njeh kufi,
nuk ndalet nga paragjykimet dhe shpesh lind aty ku njerëzit e tjerë shohin vetëm dhimbje. Dhe në fund, ajo që mbetet është jo ajo që shoqëria thot, por ajo që zemra di. Vitet kalonin dhe gjithçka që dikur ishte thashëthem, u shndërrua në respekt. Njerëzit që i kishin gjykuar, tani i përshëndesnin me ngrohtësi në rrugë. Shpesh ndaleshin për t'i thënë Artës, ke bërë një mrekulli me këta fëmijë. Zoti të ka dhënë një zemër të madhe. Ajo buzëqeshte me përulësi, pa u mburur, sepse e dinte se çdo ditë e kishte ndërtuar me mund, lot dhe dashuri të heshtur. Fëmijët e rritur, tashmë prindër vet, shpesh i tregonin fëmijëve të tyre historinë e gjyshes që u bënën 2 herë, një herë për dashurinë dhe një herë për detyrën. Dhe niprit, me sytë e pafajshëm, e përqafonin fort duke i thënë: "Gjyshja jon është një engjëll." Një pasditë e vjeshte, Arta ndjeu trupin e saj të lodhur. Koha kishte bërë të vetën, dhe sytë e saj tashmë mbanin një dritë të qetë, si një kandil që fiket ngadalë. U shtri në krevat, ndërsa Arbeni i rinte pranë, duke i mbajtur dorën fort. "Mos ki frikë," i përshpëriti ajo me zë të ulët. "E di që fëmijët janë mirë, dhe dashuria jon nuk do të shuhet kurrë." Arbeni i puthi ballin, me lot në sy. "Ti më mësove si të dua sërish, si të fal, si të jetoj. S'mund të ta shpërblej kurrë." Ajo buzëqeshi lehtë dhe mbylli syt, me paqe në shpirt, duke ditur se kishte lënë pas një jetë plot kuptim. Pas largimit të saj, Arbeni e ndjeu shtëpin bosh edhe një herë, por ndryshe nga hera e parë. Tani, boshllëku ishte i mbushur me kujtime, me dashuri, me kujdesin e një gruaje që e kishte shpëtuar. Në fotografit në mur, 2 gratë e jetës së tij, ajo që e kishte dashur e para, dhe ajo që i kishte qëndruar pranë deri në fund, i kujtonin se jeta nuk është bardhë e zi, por plot nuanca. Kur njerëzit e pyetnin për historinë e tij, ai përgjigjej me një buzëqeshje të qetë: "Unë kam qenë njeri me fat, kam dashur 2 herë, dhe të dyja dashurit më shpëtuan." Pas vitesh, historia e Arbenit dhe Artës filloi të bëhej një shembull i rrallë për komunitetin e tyre. Një ditë, një çift i ri erdhi të kërkonte këshillën e tyre për problemet e tyre të martësisë. Arbeni dhe Arta u ulën pranë tyre dhe treguan për rrugën e vështirë që kishin kaluar, për paragjykimet që kishin përballuar dhe për dashurinë që kishte lindur nga sakrifica. Çifti i ri u ndjej frymëzuar, duke kuptuar se dashuria dhe përgjegjësia shpesh ecin së bashku, edhe kur shoqëria duket kundër. Një pasditë pranvere, fëmijët e tyre, tashmë të rritur dhe të pavarur, sollën niprit për t'i parë gjyshin dhe gjyshen. Ata shikuan albumet e vjetra me fotografi të familjes dhe pyetën për çdo person që shfaqej aty. Arta dhe Arbeni rrëfyen me kujdes historinë e tyre, duke u treguar se dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë, por se sakrifica dhe përkushtimi mund të ndërtojnë lidhje që zgjasin për një jetë të tërë. Fëmijët dhe niprit dëgjonin me sytë e hapur dhe zemrat e mbushura me respekt dhe dashuri. Në mbrëmjet e qeta, kur drita e diellit perëndonte mbi shtëpinë e tyre, Arbeni dhe Arta uleshin së bashku në verandë, duke shikuar niprit që luanin pranë. Ata e dinin se historia e tyre kishte kaluar vështirësi, paragjykime dhe dhimbje, por tani jeta kishte gjetur paqen e saj. Arta e shtrëngoi dorën Arbenit dhe tha: "Shiko sa larg kemi arritur, çdo sakrificë ja ka vlejtur." Ai buzëqeshi dhe u përgjigj: "Po, sepse dashuria jon ka mposhtur gjithçka tjetër." Dhe kështu, përmes kujtimeve, dashurisë dhe respektit të ndërsjellë, ata përfunduan jetën e tyre të lumtur, duke lënë pas një histori që do të mbahet mend si shembull i sakrificës dhe dashurisë së vërtetë.